Eminia nuk ka lindur asnjëherë binjak. Dhe Habibja nuk është, vetëm të gjendet ku ndodhet. Kjo zonjë quhet Oltiana Beqiraj dhe prej gati një viti është në kërkim të një pjesëtari të familjes së saj, të cilin nuk po e gjen për shamet. Në vitin 2011 gjyshi im dëroi jetë. Dhe në vdekjen e gjyshit, ne po intereson sepse pronët ishin në emër të gjyshit. Moment se kemi vajtur tek noteri, na ka kërkuar certifikatën e 1950 dhe 1974 për të vazhduar procedurat e pronësisë. Domethënë të kalosin pronat na tek gjyshi deri tek babi. Moment se vajtë morëm certifikatën e 1950 dhe 1974, neve kemi hasur me një emër, Habibe. Një emër tërësisht i panjohur për të gjithë pjesëtarët e familjes Demrozi. Në ato moment u habitëm të gjithë. Jo unë, për dhe pjesëtarët e familjes si janë Halla, Xhaxhai dhe babi. Ky person domethënë ishte për ne i panjohur. Për ta bërë më të qartë, me vdekjen e Kasem Demrozit, djali i tij Bexheti, që është babai Oltianës, kërkoi që të kalonte pronat në emrin e tij dhe për këtë, më parë duhej të merrte miratimin e 3 motrave, Lutfies, Fatbardhës e Talibes, si dhe vëllait Afilit. Mirë po në momentin që u paraqitën në zyrat e gjendjes civile për të tërhequr certifikatën familjare për të filluar procedurat e kalimit të pronësisë, u njohën me Habiben, të cilën nuk e kishin dëgjuar kurrë më parë. Dyshuese për një jetë të dyfish që mund të kishte bërë gjyshi i ndjer, Oltiana nisi kërkimin e hallës së saj të re, Habibes, por në gjendjen civile të Peqinit u përball me disa fakte të tjera që e ngatruan më shumë situatën. Kur vajtëm tek gjendje civile, na tha se kjo Habibja ka vetë aktin e lindjes me Taliben. Pra, i bie që Talibja të ketë pasur një motor binjake Habiben që për arsye të panjohura është mbajtur e fshehur nga gjysh Kasemi? Nuse Xhaxhai të babit na ka thënë se Eminia nuk ka lindur asnjëherë binjak. Që do të thotë se Talibja me Habiben janë binjak, dhe ajo na ka treguar se ajo nuk ka lindur asnjëherë, ajo është gjallë sot. Nuk ka me emrin Habibe pjesëtar familjes tonë. Mos ndoshta gjërat janë më të thjeshta? Fillim të fare, kur vajtëm ke gjendje civile na tha, kjo gjë është gabimi i juaj, sepse keni regjistruar gabim. Okej, me qëse është gabimi janë, mund të hapës regjistrat të vjetra, se kur lind një person ka një regjistrat. Dhe në momentin që u hapën regjistrat, aty u përballën me një fakt të çuditshëm, e po aq qesharak. E pas me aktin e lindjes së Habibes dilte emri Talibe dhe nuk ishte person tjetër me emrin Habibe atë. E megjithatë, duke qenë se emri i saj figuron në regjistra certifikata, a mundet që Habibja të ketë ekzistuar vërtet? Me që e thon dokumentat dhe ne ju besojmë vetëm dokumentave. Mos ndoshta është bërë ndonjë gabim në Peqin, mund të jetë ndoshta një person me të njëjtin emër dhe me të njëjtin lindje që është shtuar në trungun tuaj familjar. Në Peqin vetëm Demrozi neve jemi, dhe nuk ka tjetër, dhe kështu që nuk ka se si të bëhet një gabim me të njëjtin prind. Megjithatë, pasigurit janë. Prandaj më mirë është të pyesim dikë tjetër më të madh se Olta, që mbase dikur mund ta ketë njohur Habiben. E një Habibe Demrozin? Nuk ekziston fare me motra që është e dyta, nuk është binjake me ata që pretendojnë ata. Po mirë, Habibja do me thënë nuk është motra jote? Motën në vërtet nuk ka, as gjallë, as dek. Kështë ta qenë që nëse morën vesh. Jam unë, është Talibja, janë 2 vëllezëri, kemi një motër tjetër të vogël, këta ti unë, se që kanë regjistru, se që kanë shkryt, se që kanë bërë, pa dashje. Dhe kjo pjesë na ka penguar shumë me dokumenta si duhen të veprojmë me noterin për të kaluar pronën. Sepse neve do t'i marrim firmën si Talibes e të tjerve, domethënë pjesëtar të tjerë, dhe Habiben. Dhe Habibja nuk është, se në momentin si do ta kem përballë, okej, jam dakord, vetëm të gjendet ku ndodhet. Që unë të marr një firmë ose edhe në qoftë se nuk e marr, mjafton vazhdoj hapet të tjera të tokës. Nuk kërkoj që të tham kjo nuk ekziston. Ma tregojnë ku ndodhet. Pavarësisht se pjesëtarët e fisit Demrozi janë të bindur se nuk ka njohur kurrë një Habibe, Olta e dëshpëruar kërkon ta gjej, vetëm e vetëm që të marrë atë të shkret firmë. Por duke qenë se të gjithë janë dorëzuar përpara kësaj situate absurde, zgjidhjen mund ta gjejnë vetëm institucionet, që në fakt e mbajnë peng Oltën prej më shumë se 6 muajsh, pa i dhënë një përgjigje konkrete. Prandaj për këtë arsye ju drejtuam gjendjes civile në Peqin. Habibe Demrozi, si ka bën? Kaqës. Ato thjesht më morën atë si të bëve te, pa
bën foto, do marrin telefon. Telefon nuk bën. I bën kërkesë në javën, ose të nuk e bën. Ani në tregun po shputja. Po shput habibi, kënë gjë. Po vdekjes martese. Asnjë. Po se do të ti ne o çova drejtorisë të kryej përgjigje ato. Ku ato janë lartë më shumë informacione. Punojësja ngre supet lart përballë ekzistencës së Habibes. Unë jam Lorena, gazetare nga emisioni Piranja. Ka ardhur kaq shkollë dhe nuk po i gjendet një zgjidhje. Faji nuk është i zonjës as i familjarëve të saj. Të tregoj përbërjen e trungut familjar të Kasim Demrozit, 2 trungjet? Po. Një sekondë, lutem të nxjerr regjistrin dhe shikoj. Ky është trungu familjari? I Kasim Emine Lutfije, Habibe, Fatbarda, Talibe, Tafil, Bexhet. Tu ka vetëm shnimin që Fatbarda Demrozi ka lindur 68-ën, asgjë më shumë. Tu nuk ka shnim fare këtë datën e aktit të lindjes të Talibes. Para Habibja, se këtu është Habibja. e ke aktin 158, 10/3/56. Po? Bata, kjo nuk ka shnim datës së aktit. Dhe pasi kërkuam të shihnim aktin e lindjes me numër 158, rezultoi pikërisht ashtu siç na kishte treguar Olta. Habibja nuk figuronte asgjë kundi. Akti lindjes Talibe Demrozi. Atësia Kasem Demrozi, nëna Emine, për data e lindjes 26 mars 1956. Okej, domethënë Habibja nuk ekziston fare këtu. Është vetëm Talibe. Pra, duket qartë se kemi të bëjmë me një gabim të zyrës së gjendjes civile. Dhe për këtë, mjafton që të shohim se si janë numrat rëndor të vendosur në regjistër, ku pavarësisht se rezultojnë 8 pjesëtar në familje, së bashku me Habiben që nuk ekziston, në listë është shkruar 2 herë numri 7. Por çudit nuk kanë fund me këtë rast, pasi në një tjetër regjistër, që i përket viteve 1950-1974, ky emër nuk ekziston. Kjo është përbërja familjarë e dytë, ku krye familjarë është Idrizi, Stërgjyshi. një po është Kasemi, për familjarë, Lutfije, gjithë ato. Edhe vazhdo në fletën 78. Tani Habiben e gjen dot këtu te? Jo, nuk është. Nuk është Habibi. Po si ka mundësi në një regjistër është në një s'është? Tani këto pse janë 2 regjistra të ndryshëm? Shkruaj mbajt në vitin 1950, një supozot është më i ri dhe një më i vjetër. Pra, e gjithë kjo gjullurdi është bërë vetëm nga një gabim i viteve 50, por ç'kusur kanë trashëgimtarët e kësaj familjeje të mbeten pengi Habibes? A nuk duhet që zgjidhjen ta gjejnë institucionet? Zgjidhjet japet drejtoria, çka bëra atë kërkesën, ankesën atje. Se tani nuk i se pranojnë më në drejtori që të shkosh fizikisht, vetëm nga ankesa që bën nga portali. Juve një lloj komunikimi me drejtorinë e përgjithshme duhet ta keni, besoj normalisht. Sepse jeni në varësi të tyre apo jo. Mund të kemi të paktën një telefonat, ta kuptojmë dhe ne dhe kjo zonja, ç'a duhet bëj, ku duhet shkoj, ku duhet drejtohet, sepse ka bërë kërkesa dhe nuk ka marrë përgjigje. Alo, Eta, përshëndetje. Përshëndetje, da Sofia. Jam me gazetarët e emisionit Piranja. Në lidhje me një problematik që e kemi diskutuar edhe një herë më parë, flitet për një përbërje familjare të vitit 1950, ku një nga pjesëtarët e familjes, familjarët thonë që nuk ekziston. Nuk ekziston fare si person. Po, nuk ekziston fare si person. Eda nga ana tjetër e telefonit po befasohet dhe duket qartë që e dëgjon për herë të parë historinë e Habibes. Rezulton të këtë ekzistuar në gjallësi të vet asnjëherë? Sipas familjarëve jo. Ka, lutem, ka 2 gjëra. Familjarët deklarojnë që nuk i rezulton në certifikatë familjare, apo ky personi është një person i krijuar nga hiçi? Po, personi krijuar nga hiçi, pra nuk e ka ekzistuar edhe nuk kush e vërtetoi këtë që është person nga hiçi? Ja më në fund një person që arsyeton, Habibja edhe mund të ketë ekzistuar. Në fshetësi të plot nga Bexheti, Lutfia, Fatbarda, Tafili dhe Talibja. Janë 2 regjistra 1950-1974. Njëri prej tyre rezulton edhe emri i zonjës Habibe, ndërsa tjetri i trungut familjar i Stërgjyshit nuk rezulton emri i zonjës Habibe. Pra tek njëri është e tjetri nuk është. Habibja si person rezulton, ekziston? Nuk ekziston fare, nuk e njeh askush nga familjarët. Jo vetëm po janë për familjarët e dashur. Të shpjegoj një gjë. Ne kam nga eksperienca e një familjari tim. Në certifikatën e trungut të vjetër ekziston një zonjë që nuk ka lidhje fare me familjen. Dhe kjo zonjë ka qenë pastruesja e familjes. Dhe në atë kohë regjistronin si antar, vinin në certifikat sepse ashtu mendonin. Dhe ata nuk qenin dot një dëshmi trashëgimie, sepse ishte një person, po themi nga hiçi, po që realisht nuk është nga hiçi, se nuk shtohet një emër kot pa lidhje. Ky person diku ka ekzistuar në atë familje, ka jetuar, duke qenë vajza e gruas
gruas ose e bashkëshortit. Po pra, po ky ka një lidhje të paligjshme me aktin real, por që ja që ekziston. Tashmë për punojësin e gjendjes civile nuk ka më asnjë dyshim. Ajo është e bindur se Habibja në një formë apo në një tjetër dikur ka ekzistuar. Nuk ekziston sepse në këtë rast ky personi ka të njëjtin datë lindje dhe vit lindje me hallën e kësaj zonjës që ka problemin dhe nuk ka akt lindje. Në njërin prej regjistrave nuk rezulton fare emri i saj. Çdo gjë që është në regjistër, gjendja civile nuk ka të drejta prekej në regjistrat arkivar. Sepse është ligji për arkivin që muaj nuk më lë të prek asgjë në atë regjistër. Dhe edhe një zgjidhje që ka dhënë ligji sot drejtohet gjykatës për të vërtetuar faktin që ky person nuk ekziston. S'kemi çfarë të bëjmë. Ky familjari mund ta ketë kërkuar certifikatin dhe vite më parë dhe kështu e ka marrë. Në fakt këtë pyetje ja kishim bërë që në fillim Oltës, sepse ngjan absurde që një fantazm të jetë prezente në një certifikat familjare që nga vitet 50. Jam persone që kam problem, nuk kam tërhequr asnjë herë certifikatë, më kanë skop bëj një kërkesë në Albania, prapë më ngela pa përgjigje. Pse duhet Jo, as i përgjigje. Ta hapi e Albanian, as një përgjigje nuk më ka ardhur nga ju, hjes ka kanë. Okej, u kry procesi. Që është aty, do të thaj pak numin e aplikimit nga Albania dhe unë nesër sa të kryej në zymë do të sqaroj këtë pjesën tënde. Që të keni një përgjigje nga Albania. Përgjigjja do jetë do të drejtohet gjykatës ose ky person rezulton me këto të dhëna këtu në këtë regjistër, nuk ndryshoj dot as edhe një të dhënë. Pra, derisa gjykata të vendos, Habibja do jetë pjesë e familjes Demrozi, si një hallë e padëshiruar e Oltës. Ndërkohë, që nga ajo ditë kur bëjmë këto biseda dhe telefonata, pavarësisht se ka këmbgulur për të marrë një përgjigje zyrtare nga Albania, Oltës nuk i kam përritur ende asnjë shkres. Por kemi edhe një merak të fundit në këtë histori absurde. A do të votoj Habibja më 11 maj?